për dëmin që u krijon rënja e euros. Dhe për të pre me gjitha forcën e ligjit, kanalet e zeza të mafjes shqiptare që vjen dhe lanë parat duke shkatruar mira vende pune. Dhe jam i sigurt se kjo realizohet shumë mirë. Edhe njerë ju garantoj se sektori fason dhe çdo sektor tjetër është krenari kombëtare për ne. Për ne prodhimi është krenari kombëtare. Ne duhet bëhemi me çdo kusht vend prodhues. Ne nuk mund të jemi një hotel. Edhe hoteli tha bukur për turizmin. Çfarë ndodh? Turizmi nga një anë ka një shtim të padiskutueshëm të turistëve. Nga ana tjetër, shqiptarët fitojnë taksen e gjysmënate. Do me thënë, në qoftë se në Shqipëri 10 milion turist regjistrojnë 7 milion fjetje, net fjetje, në Maltëzi 2.6 milion turist regjistrojnë 16 milion net fjetje. Pra, nuk ka asnjë lloj ndershmërie. Është i tërë i zhytur në informalitet. Ne do ta nxjerrim turizmin, do ta ndihmojmë turizmin. Do ta ndihmojmë sepse është një sektor edhe ai kryesor. Do ta ndihmojmë edhe atë me mbështetje, sepse një hotel, një punojës, një sipërmarrës në fushën e turizmit, natyrisht ai 4-5 muaj ka aktivitet. Po punëtorët ama, nëse i merr çdo vit nga 4-5 muaj, ai nuk mund të krijojë vazhdimsinë punë. Dhe ne do shohim një bashkëpunim me ta edhe shteti për të kontribuar në pagat jashtë sezonit për punojësit në industrinë e turizmit. Sikundër lehtësira të tjera, por sot janë rreth 3 herë më shumë ose 4 herë më shumë apartamentet lira për fjetje se sa shtetërn hotele, shtetërn apartamente se në hotele. Dhe kjo i kërcënon shumë hotelet. Që është vërteta. Ndaj dhe një formalizim i këtij tregu është i domosdoshëm, jo përkundazi, për ta bërë një histori suksesi që fiton secili, në cilin fiton secili. Ju e shtruat drejt. Lidhur me urbanistikën, pa diskutim që ne do të instalojmë një rregull shumë të fortë në urbanistik. Ne kemi parimin, duhet jemi, ne nuk ndryshojmë nga parimi, legalizim, pastaj urbanizim. Pse ky parim? Ky parim sigurisht në pamje të parë të duket se tipo favorizon. Jo. Është një sens përgjegjësie në të gjitha kohrat. Shteti që është përmbajtur të drejtës ka mbajtur një përgjegjësi për atë që ka ndodhur. Ka mbajtur një përgjegjësi për atë që ka ndodhur. Dhe pikërisht duke mbajtur se do të mbajmë këtë përgjegjësi, ne do bëjmë fillimisht legalizimin dhe pastaj urbanizimin. Çfarë do thotë? Ne do i përgjigjemi atij, do të zhdëmtojmë atë plotësisht me atë që krijojmë me urbanizimin. Ky është parimi, prandaj edhe këtë duhet ja u përcjellni të gjithë banorëve, ne nuk tërhiqemi nga parimi, legalizim, urbanizim. Këta e kanë me borxh, me rrafshue, me majtë qëndrimet më absurde, më brutale, faktikisht me korporatën e investimeve kanë kthyer ligjet e 46. Kanë bërë totalisht të pasigurt çdo pronë. Nuk ka asnjë
tregues, më cilësor, më madhor, më jetik se sa popullimi. Çfarë do bëjmë ne? Do operojmë në dy drejtime. Së pari do bëjmë gjithçka të kthejmë sa më shumë nga ata që janë larguar. Sepse sot ne kemi zbritur në vitet 60. Sot popullata në Shqipëri është e viteve 60. Është një dram, kemi humbur 30 vjetë. Dhe për ta kompensuar këtë, është një rrugë jo e shkurtër. Por rruga më e shkurtër është të bëjmë gjithçka për kthimin e atyre që janë larguar nëpërmjet incentivave, nëpërmjet nxitjeve, stimujve dhe të kalojmë me njëherë në politikën e fëmijës tretë. Fëmia i tretë do të thotë fëmia nga lindja, kjo politikë gjerë në moshën 23 vjeçare, paguhet nga shteti. Paguhet nga shteti, jo nga familja, pra për llogaritjet. Është një politikë e kushtueshme, por është një politikë e domosdoshme, sepse ne kemi 2-3 vjet që kemi më shumë vdekje se lindje. Më shumë vdekje se lindje. Ja, kam thënë dhe herë diku tjetër. Erseka në 2023 në një vit lindi vetëm një fëmijë. Në qytetin e Erseks në 2023 në një vit lindi vetëm një fëmijë. Imagjinoni ju kur të hapet klasa e parë në 2030, qyteti ka vetëm një fëmijë në klasë të parë. Është e dhimbshme shumë. Ndaj dhe do jenë bonuset për fëmijët dhe do bëjmë gjithçka për shtimin për rikthimin e shqiptarëve dhe shtimin e popullsisë. Këto që themi ne këtu janë angazhime solemne, ju garantoj se do t'u përmbahemi 100%. Një gjë është, këto nuk janë premtime pa kosto. Jo, të gjitha janë me kosto. Por dhe kur nuk do t'i bëja, kur, në qoftë se nuk isha 100% i sigurt se mund të mbahem. Në qoftë se them se energjia do zbres në 6 lek, e bazoj sepse kaskada prodhon në një kosto sot 2.8 lek. Në një kur ka 3 fishin e patronazhistëve të punësuar aty, që rrisin koston. Pra ne kem aty ku ke një mundësi, ne do e shfrytëzojmë. Fasada na lejon ne, kaskada e Drinit na lejon ne ta ulim çmimin e energjisë në 6 lek për bizneset dhe 7 lek për qytetarët. Dhe ne do e bëjmë. Sikundër, ne do të, në rast se u kujtohet, ne patëm shpallë Shqipërinë superfuqi e vogël rajonale energjisë rinovueshme me hidrocentralet. Sot hidrocentralet janë një realitet i fuqishëm, sot ato prodhojnë rreth 60% prodhimit përgjithshëm, sa që prodhoi përpara 60% asaj dhe janë qindra tjerë kontrata të firmosura, po këta i bën gjithçka që t'i dështojnë. Do i rikthehemi diellit, prodhimet me energjisë me panele diellor. Dhe absolutisht do t'i instalojmë ato nga jugu në veri, përveç parqeve eolike, përveç parqeve diellore që do të ngrihen, do të licencohen. Çdo qytetar që dëshon do i vendosim, qeveria me bankat me një fond veçantë do i vendos panelet, çdo sipërmarrës që dëshon do i vendos panelet, në mënyrë që të paguaj për 3 vite qeran, të paguaj për 3 vite tarifën e shpenzimit të energjisë dhe pas 3 vitesh do e ketë falas. Pra ne do synojmë një transformim të madh edhe në fushën e energjisë dhe ne e bëjmë. E thatë kush e the përmendi këtu. Se harroj kur kthehesha në vitin 2005 nga jashtë, hyja në Shqipëri, hyja në një botë tërtë.
rrallë e tek mund shihe një dritare, një dritë në kund, qytetet me dritat fikura, fshatrat pa drita. Po ajo mori fund ajo kohë, prap ne tani jemi një stat krejt tjetër, ne do ta bëjmë Shqipëri një superfuqi energjetike në rajon duke përdorur burimet e saj. Tashmë jo vetëm ujin, por dhe ajrin dhe diellin dhe ajrin, erën.